Surja Et-Taube. Deklarim nga Allahu dhe i dërguari i tij për çlirim nga çdo detyrim e marrëveshje lidhur me idhujtarët. Lëvizni lirshëm nëpër tokë për 4 muaj, por dijeni se ju nuk mund t'i shpëtoni ndëshkimit të Allahut dhe se padyshim Allahu ka për t'i poshtruar mohuesit. Ky është kumtim nga Allahu dhe i dërguari i tij për të gjithë njerëzit e mbledhur në këtë ditë të Haxhit të Madh, se Allahu dhe i dërguari i tij shkëpusin çdo marrëveshje me idhujtarët. Nëse pendoheni, do të ishte më mirë për ju, por nëse i ktheni shpinën, ta dini se kurrë nuk do t'i shpëtoni ndëshkimit të Allahut. Kërcënoi ata që mohojnë me një dënim të dhëmshëm. Përjashtim bëjmë vetëm ata idhujtar me të cilët kishit lidhur marrëveshje dhe që nuk e kanë shkelur atë dhe nuk kanë ndihmuar asnjë kundër jush. Prandaj, përmbushni edhe ju detyrimet me ta deri në afatin e caktuar. Vërtet, Allahu i do të devotshmit. Pasi të kalojnë muajt e ndaluar, luftojeni idhujtarët kudo që t'i gjeni, kapni, rrethojeni dhe uzini prit në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, falin namaz rregullisht dhe japin zekatin, atëherë u hapni rrugë. Me të vërtet, Allahu është falës e mëshirëplot. Nëse ndonjë idhujtar kërkon mbrojtje, ti strehoje atë në mënyrë që të mund të dëgjoj fjalët e Allahut e më pas përcillet deri në vendin ku mund të jetë i sigurt. Kështu vepro sepse ata janë njerëz që nuk dinë. Si mund të keni idhujtarët beslidhje me Allahun dhe të dërguarin e tij? Përjashtim bëjnë vetëm ata me të cilët ju keni lidhur marrëveshje pranë xhamisë së shenjtë. Përderisa ata u përmbahen marrëveshjeve, përmbajuni edhe ju. Allahu i do të devotshmit. Si mund të kenë besa ata të cilët, nëse ju mundin, nuk përfillin as farefisni e as marrëveshje me ju. Ata ju bëjnë lajka me fjalë, kurse me zemër ju kundërshtojnë fort. Shumica e tyre janë të ligë. Ata i shkëmbejnë ajetet e Allahut me një vlerë fare të vogël dhe pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Të shëmtuara janë veprat e tyre. Ndaj besimtarve, ata nuk respektojnë as farefisni e as marrëveshje. Pikërisht, ata janë të shfrenuarit. Megjithatë, nëse ata pendohen, falin rregullisht namazin dhe japin zekatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në besim. Kështu i sqarojmë ne argumentet për njerëzit e ditur. Por nëse pas lidhjes së marrëveshjes ata e shkelin zotimin e tyre dhe sulmojnë fen tuaj, atëherë luftoni kundër krerëve të mohimit, sepse ata vërtet nuk kanë besë me qëllim që të frenohen. A do të nguroni ju të luftoni një popull që i shkel zotimet e veta dhe që synon të dëbojë të dërguarin, dhe kur në fakt ishin ata që ju sulmuan të parët? Mos vallë keni frikë prej tyre? Është Allahu ai që e meriton më shumë që ju t'i friksoheni nëse jeni besimtar. Luftojeni ata, që Allahu t'i ndëshkojë ashpër me duart tuaja, t'i poshtroj, t'i udhëroj fitoren ndaj tyre, të shëroj shpirtrat e besimtarve dhe të largojë dhërimin nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu është i gjithditur dhe i urtë. A mos menduat se do të braktiseni dhe se Allahu nuk do t'i nxjerrë në pah ata ndër ju që luftojnë e që nuk kanë zgjedhur për mik të dashur asnjë tjetër përveç Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarve. Allahu e di hollësisht atë që ju e bëni. Nuk kanë të drejtë idhujtarët të kujdesen për xhamitë e Allahut, kur vetë ata dëshmojnë për vetvete se janë mohues. Atyre u shkojnë kot veprat e tyre dhe do të jenë përgjithmonë në zjarr. Për xhamitë e Allahut kujdesen veç se ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, falin rregullisht namazin, i japin zekatin dhe nuk i friksohen askujt përveç Allahut. Shpresohet që këta të jenë të udhëzuar në rrugë të drejtë. Vërtet e konsideroni dhënien ujë haxhinjve dhe kujdestarin për xhamin e shenjtë të njëjtë me besimin tek Allahu dhe dita e fundit dhe luftën në rrugë të Allahut. Jo, këto nuk janë të njëjta për Allahun. Allahu nuk i udhëzon në rrugën e drejtë keqbërësit. Ata të cilët kanë besuar, emigruar dhe luftuar me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut,
kanë pozitë më të lartë tek Allahu dhe ata janë fitimtarët. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirë nga vetë ai, për kënaqësinë e tij ndaj tyre dhe për kopshte ku do të kenë mirësi të pandërprera. Ata do të jenë të përjetshëm në to. Me të vërtet, tek Allahu ka shpërblim të madh. O ju që keni besuar, mos i mbani për mbrojtës e aleat, prindërit dhe vëllezërit tuaj, nëse ata parapëlqejnë mosbesimin kundrejt besimit. Çdo kush prej jush që miqësohet me ta është vërtet keqbërës. Thuaj, në qoftë se etërit tuaj, djemt tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që keni fituar, tregtia për të cilën friksoheni se do të shtoj, ose banesat ku ju gjeni kënaqësi janë më të dashura për ju se sa Allahu, se i dërguari i tij dhe se lufta për në rrugë të tij. Atëherë prisni vendimin e tij dhe të jeni të sigurt se Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë të shfrenuarit. Sigurisht që Allahu ju ka ndihmuar në shumë betejë, edhe në ditën e Hunenit, kur ju mahnitët nga numri juaj i madh, por që nuk ju vlejti as pak. Toka ju duke ngushtë me tërë atë gjerësi dhe më pas ju u tërhoqët. Por Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dërguarin dhe mbi besimtarët. Ai zbriti një ushtrim me lekësh që ju nuk e pat dhe i dënoi jo besimtarët. Ky që shpërblimi i mohuesve. Pas kësaj, Allahu i pranon pendimin atij që do. Allahu është falës e mëshirëplot. O ju që keni besuar, idhujtarët janë vërtet të papastër, prandaj mos i lini t'i afrohen xhamisë së shenjtë pas këtij viti. Dhe mos keni frikë nga varfëria, sepse Allahu, nëse dëshiron, ju bën të pasur me mirësinë e tij. Allahu është vërtet i gjithditur dhe i urtë. Luftojeni ata që u është dhënë libri, të cilët nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që nuk e konsiderojnë të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij, dhe që nuk e besojnë në Islamin, fenë e vërtet, derisa të japin gjizjen me dorën e tyre, duke qenë të përulur. Jehudët thanë, Uzeiri është biri i Allahut, ndërsa të krishterët thanë, Mesihu është i biri i Allahut. Këta janë fjalët që dalin nga goja e tyre, duke imituar atë që thoshin jo besimtarët e mëparshëm. I vraft Allahu, si largohen nga e vërteta. Ata i konsideruan priftërin të Oshënarët dhe Mesihun, birin e Merjemes, si zota veç Allahut, ndërkohë që ishin urdhëruar të adhuronin veç Allahun. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti. I lartësuar është ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë. Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojën e tyre, por Allahu veç se do ta përkryej dritën e tij, edhe pse jo besimtarët e urrejnë këtë. Është ai që e dërgoi të dërguarin e tij me udhëzim të qartë e fetë të vërtet për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë, edhe pse këtë e urrejnë idhujtarët. O ju që keni besuar, ka vërtet shumë priftërinj dhe ushënar që në mënyrë të palishme hanë pasurinë e njerëzve dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Dhe ka nga ata të cilët e fshehin arin e argjendin dhe nuk e shpenzojnë atë në rrugën e Allahut, lejmëroj për një dënim të dhemshëm. Ditën kur pasuria do të digjet në zjarin e xhehenemit e me të do të demaskohet balli, anët dhe shpinat. Ky është thesari që ju keni grumbulluar për veten. Shijojeni tani atë që keni grumbulluar. Tek Allahu, numri i muajve të vitit është 12, ashtu si është në librin e Allahut, prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Prej tyre, 4 janë të shenjtë. Kjo është feja e drejtë, pra mos e ngarkoni veten tuaj gjatë tyre. Luftojeni të gjithë idhujtarët bashkarisht, si që luftojnë ata ju bashkarisht. E dijeni se Allahu është me të devotshmit. Zhvendosja e një muaji të ndaluar është veç se shtim i mosbesimit, prandaj mohuesit humbin larg. Në një vit ata e konsiderojnë atë jo të shenjtë e në vitin tjetër e konsiderojnë të shenjtë. Për të arritur një përputhje me numrin e muajve, Allahu i bëri të shenjtë. Kështu ata bëjnë të lejuar atë që Allahu e ka ndaluar. Atyre u janë jeshuar veprat e këqija,
Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që mohojnë besimin e vërtet. O ju që keni besuar, që është kështu me ju, që kur ju thuhet të dilni në rrugën e Allahut, juve ju rëndon vendi. A mos jeni vallë më të kënaqur me jetën e kësaj bote se sa me ahiretin. Jeta e kësaj bote përkundër ahiretit është diçka shumë më e vogël. Nëse nuk dilni, ai do t'ju ndërshkojë me një dënim të rëndë dhe do t'ju zëvendësojë me një popull tjetër dhe atij nuk i bëhet as pak dëm. Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. Edhe nëse ju nuk e ndihmoni, atë e ndihmon Allahu si ditën kur mohuesit e dëbuan atë dhe ai kishte vetëm një shok. Të dy ata ishin në shpellë kur ai tha shokut: "Mos u trishto, se Allahu është me ne." Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të dhe e fuqizoi me forca që ju nuk i pat. Ai e përshtroi fjalën e mohuesve, kurse fjala e Allahut është më e larta. Allahu është ngadhnjimtar dhe i urtë. Dilni në luftë, le t'ju duket e lehtë apo e rëndë dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë dhe veten tuaj. Kjo është gjëja më e dobishme për ju nëse e kuptoni. Sikur të kishte qenë ndonjë fitim i shpejtë dhe udhëtim i lehtë, ata do të kishin ardhur pas teje, por për ta ajo ishte një rrugë e gjatë dhe e rëndë. Ata do të betohen në Allahun, sikur të kishin mundësi, do të dilnin me ju. Ata kështu shkatrojnë veten e tyre. Allahu e di se ata janë gënjeshtar. Allahu të falt, përse i lejove ata të ikin para se të mësohej se cilët ishin të sinqertë dhe cilët ishin gënjeshtar. Ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit nuk kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurinë dhe me vetet e tyre. Allahu i di mirë të devotshmit. Leje kërkojnë vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit. Ata në zemrat e të cilëve ka pasiguri dhe ende në dyshimet e tyre. Nëse vërtet do të kishin dashur të shkonin, me siguri do të kishin bërë ndonjë përgatitje, por Allahu nuk e pëlqeu pjesëmarrjen e tyre, prandaj i sprapsi, duke u thënë: "Qëndroni aty me ata që rinë." Edhe si kur të dilnin me ju, ata nuk do t'ju shtonin asgjë tjetër veç çrregullime, duke përçarë radhët tuaja me shpifje e intriga. Ka prej jush që i dëgjojnë ata, Allahu di gjithçka për të padrejtët. Ata edhe më parë kanë tentuar përçarjen tuaj dhe ti kanë ngatruar çështjet, derisa ty të erdhi e vërteta dhe ngadhnjeu vendimi i Allahut, edhe pse ata e urrenin shumë këtë gjë. Prej tyre ka edhe të tillë që thonë: "Më jep leje e mos më sprovo." Por ata tashmë kanë rënë në sprovë dhe xhehenemi do t'i rrethojë mohuesit në të gjitha anët. Nëse ty të vjen ndonjë e mirë, ata trishtohen, e nëse të godet ndonjë fatkeqësi, ata thonë: "Ne kemi qenë të kujdesshëm për çështjen tonë edhe më parë", dhe kthehen të gëzuar. Thuaj, asgjë nuk do të na ndodh përveç asaj që ka caktuar Allahu për ne. Ai është mbrojtësi ynë, prandaj vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Thuaj, e çfarë prisni për ne përveç se njerëz nga dy të mirat, therrori ose fitore. Ndërsa ne presim për ju që Allahu t'ju godas me një dënim prej tij ose prej duarve tona. Prisni atëherë sepse edhe ne së bashku me ju po presim. Thua ju, sido që të jepni diçka me dëshirë a pa dëshirë, ajo nuk ka për t'u pranuar prej jush. Ju jeni vërtet njerëz të pabindur. Sadakaja e tyre nuk pranohet sepse ata mohojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, e falin namazin vetëm me përtaci, ndërsa sadakan i japin veçse me pakënaqësi. Mos u mahnit nga pasuria dhe fëmijët e tyre. Allahu dëshiron t'i ndëshkojë ata në jetën e kësaj bote nëpërmjet tyre dhe pastaj t'u dalë shpirti si mohues. Ata betohen në Allahun se vërtet janë me ju, por ata nuk janë me ju, ata janë frikacak. Si kur të gjenin ndonjë vend ku të fshiheshin shpellë ose gu, ata do të turreshin me vrap. Disa prej tyre të përflasin për ndarjen e lëmoshës. Nëse u jepet atyre, ata mbesin të kënaqur, e nëse nuk u jepet, ata zemrohen.
sikur të kënaqeshin me atë që u dha Allahu dhe i dërguari i tij dhe të kishin thënë, neve na mjafton Allahu. Do të na jap Allahu nga të mirat e tij, do të na jap edhe i dërguari i tij, vetëm tek Allahu i varim shpresat tona. Sadakaja është për të varfërit, nevojtarët, zekat mbledhësit, për ata besimtarë të rinj që u duhen përfituar zemrat. Për lirim të atyre që janë në robëri, për të zhyturit në borxhe, për në rrugën e Allahut e për udhëtarin. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ka prej atyre që e shqetësojnë profetin e thonë, ai dëgjon e beson gjithçka që i thuhet. Thuaj, ai dëgjon atë që është e mira për ju, ai beson në Allahun dhe ka besim te besimtarët. Ai është mëshirë për ata nga ju që besojnë. Ata që e lëndojnë të dërguarin e Allahut i pret një dënim i dhëmshëm. Ata ju betohen në Allahun për t'ju kënaqur, por është më e drejtë që të kënaqin Allahun dhe të dërguarin e tij, nëse janë besimtarë të vërtet. A nuk e din ata se kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, e pret zjarri i xhehenemit, ku do të jenë përjetësisht. Ky është poshtrim i madh. Hipokritët tremben se mos zbret ndonjë sure që u nxirr në shesh atë që kanë në zemër. Thuaju, talluni por të jeni të sigurt se Allahu do ta zbuloj gjithçka për të cilën keni frikë. E nëse i pyet ata të thonë, ne thjesht ishim duke luajtur e dëfryer. Thuaju, vallë, me Allahun, librin dhe të dërguarin e tij talleni? Mos nxjerrni justifikime, ju keni mohuar pas besimit tuaj. Nëse i falim disa nga ju, të tjerët do t'i dënojmë sepse janë keqbërës. Hipokritët dhe hipokritet janë si njëri tjetri, urdhërojnë për ligësi, ndalojnë nga e mira dhe janë dorë shtrënguar. Ata i kanë harruar Allahun, prandaj ai i ka harruar ata. Nuk ka dyshim se hipokritët janë të pabindur. Allahu ka përgatitur zjarrin e xhehenemit për hipokritet dhe jo besimtarët. Atje do t'jenë përgjithmonë dhe ai mjafton për ta. Ata i kanë mallkuar Allahu dhe kanë dënim të pandërprerë. Ashtu si ata para jush, të cilët ishin më të fuqishëm se ju, kishin më shumë pasuri e fëmijë dhe u kënaqën me çfarë u takoi. Edhe ju kaluat pjesën tuaj të kënaqësisë dhe u zhytët në kotësi si ata. Veprat e tyre janë të pavlera në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe pikërisht këta janë të dëshpëruarit. A nuk u ka mbërritur historia e tyre që ishin më herët, populli i Nuhut, i Adit dhe Temudit, populli i Ibrahimit, i Medjenit dhe i qyteteve të përmbysura. Atyre u erdhën të dërguarit me argumente të qarta. Allahu nuk u bëri asnjë padrejtësi, por ata i bën padrejtësi vetes. Besimtarët dhe besimtaret janë miq e mbrojtës të njëri tjetrit. Ata urdhërojnë për të mirë e ndalojnë nga e keqja, falin rregullisht namazin, japin zekatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit të tij. Allahu do t'i mëshirojë ata. Allahu është ngadhnjimtar e i urtë. Besimtarëve dhe besimtareve, Allahu ka premtuar kopshte nëpër të cilët të rrjedhin lumenj, ku do t'jenë përgjithmonë dhe vendbanime të bukura në xhenetin e Adnit. Por lumturia më e madhe është kënaqësia e Allahut. Kjo është fitoria më e madhe. O profet, luftoj jo besimtarët dhe hipokritët dhe sillu ashpër me ta. Vendbanimi tyre është xhehenemi, që është përfundimi më i keq. Ata betohen në Allahun se nuk kanë thënë asgjë të keqe. Në të vërtetë, ata thanë fjalë kufri, mohuan pasi kishin pranuar Islamin dhe tentuan diçka që nuk e arritën dot. Ata u mbushën me urrëtie vetëm sepse Allahu dhe i dërguari i tij i begatoi besimtarët me mirësitë e tij. Nëse pendohen, do të jetë më mirë për ta. Por nëse refuzojnë, Allahu do t'i ndëshkojë me një dënim të dhëmshëm në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe për ta nuk do të ketë asnjë mbrojtës e ndihmëtar në tokë. Ka nga ata që janë zotuar Allahut duke thënë, nëse ai na jep nga mirësitë e tij, sigurisht që do t'i japim sadaka dhe sigurisht që do të bëhemi njerëz të mirë.
Por kur ai u dha nga mirësitë e veta, ata u bën koprac dhe kthyen shpinën. Prandaj, ai u ka hedhur hipokrizin në zemrat e tyre deri në ditën kur do të dalin para tij, sepse shkelën premtimin e dhënë Allahut dhe sepse vazhdimisht gënjenin. Vallë, a nuk e din ata se Allahu i di sekretet e tyre dhe çdo bisedë të fshehtë dhe se Allahu është ai që i di të gjitha të fshehtat. Sa për ata të cilët përqeshin besimtarët që japin sadaka me vullnet dhe tallen me ata të cilët nuk kanë që të japin gjë tjetër veç mundit të tyre, Allahu do t'i përgjigje talljes së tyre. Ata do të kenë dënim të dhemshëm. Kërko falje për ta ose mos kërko, por edhe nëse kërkon falje 70 herë, Allahu nuk do t'i falë. Sepse ata kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Allahu nuk ju udhëzon në rrugë të drejtë ata që shkelin kufit. Ata që qëndruan pas në luftën e Tebukut u gëzuan për qëndrimin e tyre pas të dërguarit të Allahut dhe nuk dëshironin që të luftonin me pasuritë dhe vetet e tyre në rrugën e Allahut. Ata thanë, mos dilni në vapë. Thua ju, zjarri i xhehenemit e ka vapën edhe më të fortë nëse kuptojnë. Le të qeshin pak e le të qajnë shumë. Ky është shpërblimi për atë që bën. Nëse Allahu të kthen ty te ndonjë grupi tyre e ata të kërkojnë leje për të ardhur me ty, thuaj ju kur nuk do të dilni me mua dhe kur nuk do të luftoni ndonjë armik së bashku me mua. Ju kënaqët herën e parë që nuk luftuat, prandaj rrini me ata që mbetën pas. Asnjërit prej tyre mos ia fal namazin kur të vdesin, e as mos u qëndro pranë varrit, sepse ata kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e tij dhe kanë vdekur si mohues. Mos u mahnit nga pasuria dhe fëmijët e tyre. Nëpërmjet tyre, Allahu dëshiron që t'i ndëshkojë ata në këtë botë dhe t'u dalë shpirti duke qenë mohues. Kur zbriti sureja që urdhëron për të besuar në Allahun dhe për të luftuar së bashku me të dërguarin e tij, pasanikët kërkuan leje prej teje, duke thënë: "Na lejo të rrim në shtëpi me ata që nuk shkojnë në luftë." Ata parapëlqyen të rinë me ata që nuk shkojnë në luftë, prandaj zemrat e tyre u vulosën dhe tashmë ata nuk kuptojnë. Por i dërguari, së bashku me të edhe besimtarët, luftuan me pasurinë dhe vetet e tyre. Atyre u takojnë të gjitha të mirat dhe ata janë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre kopshte në për të cilët të rrjedhin lumenj, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Edhe disa beduin, arab të shkretëtirës, paraqitën justifikime për t'u dhënë leje që të mos shkonin në luftë. Edhe ata që donin të gënjenin Allahun dhe të dërguarin e tij munguan në luftë. Ata që mohuan do t'i godas një dënim i ashpër. Nuk është gjuna për të dobtit as për të sëmurët e as për ata që nuk gjejnë burime për të shpenzuar në rrugt të Allahut, kur janë të sinqert ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Për të mirët nuk ka arsye për qortim. Allahu është falës e mëshirëplot. Nuk është gjuna as për ata të cilët kur erdhën tek ti për t'i bartur me kafsh, ti u the: "Nuk kam me çfarë t'ju mbaj." Ata u kthyen me sytë që u rridhnin lot prej pikëllimit se nuk kishin burime nga të nxirrnin shpenzimet për xhihadin. E keqja është për ata që, duke qenë pasanik, kërkuan leje të mbeteshin me ata që nuk shkonin në luftë. Allahu i ka vulosur zemrat e tyre dhe ata nuk e din këtë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju paraqesin justifikime. Thuaj ju, mos u arsyetoni, ne nuk kemi për t'ju besuar. Tashmë na ka njoftuar Allahu për gjendjen tuaj të vërtetë. Veprimet tuaja do t'i shoh Allahu dhe i dërguari i tij. Në fund, ju do të ktheheni tek ai që e di çfarë fshihet dhe çfarë është e hapët. Ai do t'ju tregojë të vërtetën e gjithçkaje që keni bërë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen në Allahun për të mos i qortuar. Kthejuni shpinën atyre. Ata me të vërtet janë të ndyrë dhe vendi i tyre do t'jetë xhehenemi si shpërblim për atë padrejtësi që bën. Ata do t'ju betohen që të jeni të kënaqur me ta, por edhe nëse ju shprehini kënaqësi,
Allahu nuk është i kënaqur me ata që i shkelin kufit e tij. Beduinët janë më të zhyturit në mohim me hipokrizi dhe janë më të prirurit për të mos i njohur dispozitat që Allahu i zbriti të dërguarit të tij. Allahu është i gjithditur e i urtë. Ka beduin të cilët shpenzimin në rrugë të Allahut e konsiderojnë si gjobë dhe presin fatkeqësira për ju. Atyre u rënd fatkeqësia. Allahu dëgjon e di gjithçka. Por ka edhe beduin të cilët besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër dhe atë që e japin e konsiderojnë si mirësi që të afron tek Allahu dhe që të bën ti meritosh lutjet e të dërguarit për bamirësit. Dijeni se ata janë me të vërtet rrugë për afrim tek Allahu. Allahu do t'i përfshi ata në mëshirën e tij. Allahu është falës i madh e mëshirëplot. Allahu është i kënaqur me besimtarët e hershëm, muhaxhir e ensar dhe me ata që i pasuan me vepra të mira. Edhe ata janë të kënaqur me të. Për ta, ai ka përgatitur kopshte, nëpër të cilët rrjedhin lumenj ku do t'jenë përjetësisht. Ky është fitim i madh. Rreth jush ka beduin që janë hipokrit. Edhe prej banorëve të Medinës ka nga ata që janë kryeneq në dyftësinë e tyre. Ti nuk i njeh ata, por ne i dim mirë, kemi për t'i dënuar ata 2 herë e pastaj do të flaken në dënimin e madh. Ka edhe të tjerë që janë të vetëdijshëm për gjunahet e veta. Ata kanë edhe vepra të mira, edhe vepra të këqija. Allahu do t'i falë ata sepse ai është pranues i madh i pendimit e mëshirëplot. Mirë prej pasurisë së tyre sadaka, që ti pastrosh dhe ti dëlirësh dhe lutu për ta, sepse me të vërtet lutja jote është burim qetësie për ta. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. A nuk e dinin ata se Allahu i pranon pendimin e robërve të vetë dhe sadakat e tyre, dhe se është Allahu ai që e pranon pendimin dhe është mëshirëplot. Dhe thuaj, punoni me përkushtim sepse Allahu do ta shohë veprën tuaj, dhe i dërguari i tij e besimtarët do ta shohin. Më pas, ju do të ktheheni te njohësi i së fshehtës dhe i së dukshmes. Ai do t'ju tregoj gjithçka që keni bërë. Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të urdhrit të Allahut, nëse do t'i dënoj apo do t'ua pranoj pendimin. Allahu e di mirë gjendjen e tyre dhe e di ç'bën me ta. Ata që ndërtuan xhami sherri e mosbesimi për t'i përçarë besimtarët dhe si përgatitje për atë që më parë kishte luftuar kundër Allahut dhe të dërguarit të tij, do të betohen se nuk kanë pasur tjetër qëllim veç së mirës, por Allahu dëshmon se ata janë mashtrues. Ti mos u fal kur aty. Është më e drejtë të falësh në atë xhami, themelet e së cilës prej ditës së parë u ngritën si devotshmëri ndaj Allahut. Aty ka burra që dëshirojnë të dëlirsohen. Allahu i do ata që dëlirsohen. Atëherë, cili është më i mirë? Ai që e ngre ndërtesën për devotshmëri dhe për kënaqësitë të Allahut, apo ai që e ngre një ndërtesë rreth një shkëmbi ranor që është gati të thepiset, e bashkë me të bie në zjarrin e xhehenemit. Allahu nuk i udhëzon njerëzit e padrejtë. Ndërtesa që kanë ndërtuar ata do të vazhdojë të sjellë ndryshime e pasiguri në zemrat e tyre derisa ato t'u coptohen. Allahu është i gjithditur e i urtë. Allahu ka blerë prej besimtarve shpirtin dhe pasurinë e tyre për t'u dhënë në këmbim xhenetin. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është një premtim i vërtet i përmendur në Teurat, Ungjil dhe Kur'an. E kush është mbajtës më i sigurt i premtimit se sa Allahu? Atëherë, gëzojuni tregtisë që e keni bërë me të. Ky është suksesi më i madh. Ata që kthehen tek Allahu të penduar, adhuruesit e sinqert, ata që i thurin lavde Zotit, agjëruesit, ata që bëjnë ruku dhe sejdë, ata që urdhërojnë për të mira dhe ndalojnë nga të këqijat dhe i ruajnë kufit e Allahut, ata janë besimtar të vërtet. Pra, përgëzoi besimtarët e vërtet.
Nuk është e drejtë për profetin e as për besimtarët që të kërkojnë falje për idhujtarët, edhe nëse janë nga të afërmit e tyre, pasi të jetë bërë e qartë se me të vërtet ata janë banor të xhehenemit. Edhe lutja e Ibrahimit për babajnë e vet u bë vetëm për shkak të një premtimi që ai kishte bërë më parë. Por kur ju bë e qartë se ai ishte armik i Allahut, ai u largua prej tij. Me të vërtet, Ibrahimi ishte shumë i ndjeshëm dhe i butë. Allahu nuk e humb një popull pasi ta ketë udhëzuar atë dhe para se t'i sqarojë atij se nga çfarë duhet të ruhet. Të jeni të sigurt se Allahu di gjithçka. Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve i tokës. Ai jep jetë dhe vdekje. Ju nuk keni mbrojtës as ndihmës tjetër veç Allahut. Allahu u pranon pendimin profetit si edhe muhaxhirëve dhe ensarve që e ndoqën pas në ato çaste të vështira, kur zemrat e disave prej tyre gati u lëkundën. Allahu i fali ata, ai është i butë dhe mëshirëplot me ta. Allahu u pranoi pendimin edhe atyre të treve që mbetën mbrapa, aq sa edhe toka ju ngushtua me gjithë gjersinë e saj nga ndjenja e fajit. Edhe shpirtat e tyre u ngushtuan dhe u bindën se nuk mund të gjesh strehim gjetiu veç se tek Allahu. Ai mëshiroi ata që të pendoheshin. Allahu është pranuesi i pendimit dhe mëshirëplot. O ju që keni besuar, jeni të devotshëm ndaj Allahut dhe jini gjithmonë me ata që janë të drejtë në fjalë dhe në vepra. Nuk do të ishte me vend për banorët e Medines e as për beduinët përreth që të mos e ndiqnin pas të dërguarin Allahut dhe të kursenin veten në vend të atij. Nuk do të ishte me vend sepse sa herë që ata i kapte etja, lodhja dhe urria në rrugën e Allahut, sa herë që shkelnin ndonjë rrugë që i hidhronte jo besimtarët, sa herë që arrinin çfarëdo lloj fitoreje kundër armikut, të gjitha këto do t'u shkruheshin si vepra të mira. Allahu nuk u humb shpërblimin vepër mirëve. Çdo herë që ata do të bënin ndonjë shpenzim në rrugën e Allahut, të vogël ose të madh, sa herë që do të kapërcenin ndonjë lugin, atyre do t'u regjistrohej që Allahu t'i shpërblej më së miri për veprën e tyre. Nuk është e nevojshme që besimtarët të dalin në luftë të gjithë bashkë, e përse të mos shkojnë një pjesë nga çdo grupi i tyre, për të marrë diturinë fetare dhe për t'ia mësuar atë popullit të vet kur të kthehen në mënyrë që të ruhen nga e keqja. O ju që keni besuar, luftojeni jo besimtarët agresor që janë pranë jush. Le ta ndjejnë ata shpërsinë tuaj, dijeni mirë se Allahu është me të devotshmit. Sa herë që shpallet ndonjë sure, disa prej tyre thonë: "Kujt ia shton besimin kjo sure?" Po, besimtarve u ashton besimin dhe ata gëzohen. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemër, ajo u ashton edhe më shumë dyshimin që kanë dhe ata do të vdesin si mohues. Vallë, a nuk e shohin ata se çdo vit vihen në provë 1 ose 2 herë, e megjithatë ata nuk pendohen, as nuk reflektojnë. Sa herë që zbret ndonjë sure, ata shikojnë njëri tjetrin në sy e thonë: "A ju pa ndokush?" Pastaj largohen. Allahu u ka larguar zemrat nga drita sepse ata qenë njerëz që nuk kuptonin. Juve ju ka ardhur një profet nga gjiri juaj, ati i vjen rënd për vuajtjet tuaja sepse ai dëshiron fort rrugën e drejtë për ju. Për besimtarët, ai është shumë i ndjeshëm dhe shumë i mëshirshëm. Por nëse ata refuzojnë, atëherë thua ju: "Mua më mjafton Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti. Unë i mbështetem vetëm atij dhe ai është Zoti i Fronit të Madh."